Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Kur një rrugë shtrohet bukur, me pasion, përkushtim, talent, që merr vëmendje dhe vlerësime, natyrisht të jep kënaqësi dhe krenari. Shkodra, qyteti jon i dashur, ka shumë rrugë të tilla. Atë e shtrojnë me emrin e tyre shkodranët tanë, kudo që të ndodhen, brenda dhe jashtë vendit. Në të tilla raste, zemra të mbushet me krenari. Dhe e ftuara ime sot është një pianiste, një pedagoge e pianos, ish shefe e sektorit të pianos në shkollën artistike Prenjakova, e cila prej vitesh, së bashku me familjen e saj, ka emigruar dhe është vendosur në Strasburg, në Francë. Ecuria e saj mbreslënse në fushën e pedagogjisë, por edhe si koncertiste, si pianiste në mjaft veprimtari, është mjaft e bukur. Dhe ç'është më interesante, një nga fëmijët e saj e vijon rrugën e nënës me muzikën në instrumentin e violonçelit, duke tërhequr vëmendjen dhe duke marrë pjesë së fundmi në orkestrën e konservatorit të Strasburgut. Në këto momente, unë ju ftoj që të kalojmë në atmosferën e familjes Leporoshi në Strasburg, Francë, ku pianistja Elsa Bashi Leporoshi, së bashku me djalin e saj Arelsin, krijojnë një atmosferë mëngjesore mjaft të bukur, e cila shpërndahet dhe vjen edhe në studion Mirëmëngjes Shkodër. Lidhemi me këtë atmosferë të bukur. Dhe pas kësaj atmosfere tinguish të bukur të pianistes Elsa Bashi Leporoshi dhe djalit të saj violonçelist Arelsi, le të lidhemi edhe një herë në drejt për drejt me pianisten Elsa Leporoshi në Strasburg, Francë. Përshëndetje Elsa, kënaqësi duke dëgjuar tingujt tuaj të bukur në një mëngjes atje nga familja juaj, nga shtëpia juaj, drejt për së drejti në Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën, Merita. Ju jeni një pianiste, një pedagoge e pianos, një ecuri që ka vijuar me sukses si mësimdhënëse në Francë, në Strasburg, dhe që vijon me një përditshmëri mes tingujve të muzikës, mes mëmësisë tuaj. Ju keni 3 fëmijë, njëri prej të cilëve po vazhdon rrugën e muzikës, diçka shumë e bukur dhe mbreslënse, apo jo?
Po, patjetër, është emocion, është kënaqësia e jetës kur fëmia ecë në rrugën e artit. Aq më tepër në Francë, ku si më thanë është emocion edhe më i madh. Unë besoj se historia jote është shumë e bukur dhe mbreslënse. Ju keni vijuar në të njëjtin pozicion, ashtu siç keni qenë edhe në Shqipëri, si pianiste, si mësimdhënëse, si fituese e mjaft çmimeve me nxënësit tuaj, dhe kjo ju jep natyrisht një kënaqësi të veçantë. Por është shumë e bukur që ju keni njohur të njëjtat vlerësime dhe siç duket kalimi nga një shtet në një shtet tjetër ju ka mirëpritur me cilësitë që ju keni paraqitur si artiste dhe mësimdhënëse, apo jo? Ka qenë një moment tepër mbreslënës ku ju jeni ingranuar menjëherë në pozicionet tuaja ashtu siç i meritoni. Po, pas ardhjes në Francë, fëmijët u regjistru në një shkollë që ishte njëkohësisht edhe shkollë muzike. Dhe aty pata fatin që tu shoqëru fëmijët për në shkollë, Po, me lexu që kërkoshin dhe u hapti një konkurs për shoqënuese të instrumentit violin harqe në përgjithësi. Dhe unë depozova dosjen, llash konkursin, e fitova dhe vazhdova aty te ajo shkollë muzike, vazhdova shoqëruese e sektorit të harqeve. Mas disa kohëve, normalisht sa mësova dhe më mirë gjuhën, pata dhe nxanca, dhe kështu vazhdoi rrugtimi im, njoha instrumentista francez, rus, ku ato luanin plus dhe të një orkestër, kishin kriju dhe një grup. U futa dhe unë aty, te grupi i tyne për me punu plus punës në shkollën e muzikës si shoqëruese e sektorit violins dhe profesorish, u futa dhe punova në mënyrë vullnetare me këtë orkestër të vogël. Dhe kjo ishte kënaqësia më e madhe sepse erdha dhe shumë shpejt u ingranova dhe fillova po në pozicion që kam pas dhe në Shqipëni në Shkodër, dhe është diçka domethënë që unë e kam boton jetën, edhe puna më e mirë domethënë ishte i kjo, sepse unë këtë di me dhanë më mirë. jeni ndjerë e vlerësuar në sa i të Patjetër. meritave që ju keni shfaqur. Ju Faleminderit. keni fituar audicionin, keni fituar konkursin dhe prandaj vendi juaj ishte një vend i merituar, e po ashtu e gjithë ecuria juaj e cila vijon me të njëjtin intensitet. Faleminderit. Këtu shkollat e muzikës janë komplet ndryshme prej shkollave Shqipënisë, sepse është më përpara mësimi i përgjithshëm, i langëve të përgjithshme deri në orën 4, pastaj fillon sektori dhe muzika mbas orës 4 për me dhanë mësim dhe për muzika. Pata fatin e mirë sepse domethënë përgjatë rrugës ku arrilsi vazhdoi në konservator, sepse këtu janë 40 shkolla muzike, dhe është vetëm një konservator, konservatori i Strasburgut është i rënditur i dyti në Francë, dhe si më thanë kjo ishte një arritje jashtëzakonshme ku djali arrilsi dha konkursin dhe u pranu, sepse konservatori është elita e shkollës muzikës, e shkollave të muzikës këtu, ku secili prej studentave, prej nxënësave që dojnë për me njeh rrugën artistike dhe për mu bë artista, kush futet në konservator është vërtet fat shans
për me vazhdu, për me njek rrugën artistike. Dhe ja pra që nga një emër i muzikës siç ishte Mama, u bën dy emra mjaft të njohur, të vlerësuar, pjesëmarrës në aktivitete, në orkestra, edhe Arelsi është pjesëtar i Orkestrës Simfonike të Konservatorit, ka gjithashtu edhe aktivitetin e tij koncertal, ashtu si një nxënës dhe talent që gjithmonë një hap arritje, gjë që ju bën natyrisht të ndjeheni mjaft mirë në ecurinë tuaj artistike, edhe si familje, duke lançuar mbiemrin tuaj në një vend të vlerësuar të aktivitetit muzikor, apo jo? Është e vërtet, unë përgjatë rrugtimit tim si në Shqipëni, në Shkodër, ashtu dhe këtu, ndihem e vlerësume, sepse siç thash dhe më përpara, ka qenë djali ai që si me thanë, mu hap dhe mu dera për me vazhdu dhe për me punu në këtë pozicion dhe në profesionin tem. Mos të harrojmë se konservatori këtu është, si me thanë, që fillojnë studentat prej moshës të vogël fillestart dhe është vazhdojmë studimet mandena pas universitare, është i kompletum dhe është një fat i madh dhe shans njëkohësisht edhe emocion kur djali performon, vazhdon studimet aty, kënaqësi për mu, edhe prej kave, edhe është kënaqësi e madhe vërtet. Vërtet është krenari, por është krenari tek ajo që ju pasqyroni, tek ai personalitet dhe tek ajo etik që komunikoni me të tilla vlera artistike, siç jeni ju, Elsa, edhe Arelsi. Dhe gjitha kjo ka nisur këtu, në qytetin e Shkodrës. E tamam në familjen nga Tiburon, apo jo? Është e vërtet. Unë nga baba i kam gjithë futbollista, nga ana nans janë gjithë muzikanta, piktura, dhe si duket unë dua të ndërhyj në këto momente, baba juaj i nderuar, një futbollist i mirënjohur, është Lutfi Basha. Përshëndetje, ndërsa Mama, e cila ka lënë një kujtim të bukur, pasi është ndarë nga jeta, nëna juaj e bukur në pamje dhe në shpirt, Qilieta, rrjedh nga familja e muzikantëve të shquar të Shkodrës, Mbesa e Ndos Shllakut, apo jo? Vërtet. Një familje dhe një fis muzikantash, po s'kishte si t'ishte ndrysh si unë si motra jeme, pa marrë Ju dy rrugën motra e artit pianiste, dhe po. Unë kam marru për piano, kurse motra për kontrabas. Në kontrabas, po. Po. Dhe kështu ju studiuat në shkollën artistike Prenjakova, nuk u ndalët, në Universitetin e Arteve, dhe më pas u rikthyet në shkollë Prenjakova si mësuese dhe pedagoge, apo jo? Po, fillova 6 vjeçe në shkollën e muzikës Prenjakova, ku studiova për piano, marrova shkollën e mesme për piano në Shkodër, vazhdova Akademinë e Arteve Tiranë, pata fatin e madh me pas pedagoge Nora Qashku, një pianiste dhe një mrekullueshme që edhe sot është mbështetje më e madhe e projekteve artistike që unë kam. Ju e ruani lidhjen? Patjetër, e ruajmë lidhjen me shumë dashamirësi. Pata fatin me pas pedagoge Nora Qashkun, dhe masi mbarova Akademinë e Arteve, u ktheva në Shkodër, tashmë me një
përgjegjësi më të madhe mësuese. Dhe normalisht që ishte pak si e frikshme, e sikletshme, si po e bëj, sepse ndryshe është me marrë mësim edhe ndryshe është për me dhënë mësim. Gjatë këtyne viteve, 10 vite punë që kam bërë në Shkodër, Shkollën e Muzikës Prenkiakova, mendoj se kam dhënë më të mirën e mundshme dhe Por mendoj ndryshe, se nuk keni pasur edhe një pozicion drejtues në sektorin e pianos në shkollën artistike Prenjakova. Ju keni mbajtur pozicionin e shefes të këtij sektori, duke drejtuar jo vetëm dhe duke mësuar jo vetëm nxënësit tuaj, por duke e shtrirë përvojën tuaj edhe në të gjithë sektorin, apo ja? po, është e vërtetë. Kanë kënd ndërthurën, a mund të them, jetë artistike me koncerte shumë, me konkurse, jeta e për sa i përket mësimdhënies, po ashtu dhe si shefe e sektorit, kanë kënd harmoni me njëna tjetrën dhe kur një punë bëhet me devotshmëri dhe me pasion, normal që këto ecin mos mirit të trija së bashkut, jeta koncertore, mësimdhënia dhe shefja e departamentit pianos që unë kam kënë. Keni pasur shumë aktivitete me nxënësit tuaj, madje keni pas dhe shfaqje edhe aktivitete përtej kufive të Shqipërisë. Diçka që patjetër ka lënë gjurmë dhe është bërë frymëzim në ecurinë tuaj si mësimdhënëse, e cila vijon përsëri në ditët tuaja atje në Francë, në Strasburg, apo jo? Po, është e vërtetë. Kam pas shumë nxënësa që më kanë fitu çmimin e madh Pjetër Gaci, çmime të mëdha të EPTA, konkursi EPTA në Tiranë, po ashtu në konkurs në Itali që është bën Fasano, gjithashtu koncerte që kena dhënë në Itali me orkestrën e Shkollës Muzikës Prenkiakova në Oston, në Kosovë po ashtu, do të thonë ka kenë një grup nxënësish dhe studentash të mi që janë përfaqësu më së miri dhe kanë fitu çmime të mëdha. Po ashtu dhe këtu muajin dhjetor është organizu konkursi Mema Festival, konkurs online, të cilën kam qenë pjesë e jurisë dhe ishte juri internacionale ku ishin shqiptar, kosovar, prej Gjermanijet, prej Norvegjijet e tjerë, dhe mora kënaqësinë dhe emocionin sepse dy nxënësat e mi, Eva dhe Noah, fituan çmimin e madh dhe çmimin special. Dhe vazhdon si më dhan kënaqësia edhe në ditët e sotme. Një prej nxënësve tuaj është titullar i një çmimi të madh dhe ai mban firmën e përgatitjes nga profesoresha e tij Elsa Leporoshi, apo ja? Po, është për sa i përket konkursit këtu është quhet Noah, nxënësi Noah, i cili ka fitu çmimin special të ky konkurs. Ndërsa mund të veçoj çmimet speciale dhe çmimin e madh që i fitoi në Shkodër, Pjetër Gaci, Mikia Kakusi, që për mu, si me thanë, metet në konkurset më me vlerë që ka Shkodra dhe Shqipëria. Pra, duke qenë edhe jashtë vendit, ti e ke mbajtur lidhjen me Shkodrën, me Shqipërinë, sepse muzika nuk njeh kufi, i ke sjell nxënësit tuaj, i ke komunikuar me kolegë, gjë që e bën shumë të afërt lidhjen, apo ja? Po, kontaktet mahen normalisht me mësuesa që janë në shkollë të muzikës, sepse kam kalu, janë qysh 6 vjeqe që kam qenë atë shkollë dhe kam punu dhe domethënë është kënaqësi e veçantë kur rritesh në atë shkollë dhe kthehesh përsëri mandej në pozicion tjetër si koleg. Dhe kena pas një mbështetje të madhe prej drejtorit zotënia Anton Kaftalli,
dhe organizimet kanë qenë të shumta, koncertet kanë qenë të Ju keni shumta. qenë pjesë e aktiviteteve këtu në Shkodër si pianiste, si pjesë e Po. triove apo formacioneve të tjera, gjë që e ka bërë skenën tuaj mjaft të pëlqyer dhe të duar trokitur, apo ja? Po, është e vërtet. Kena bërë shumë koncerte, trio, koncerte me orkestër, koncerte vivaldian, koncerte të ndryshme, po ashtu dhe koncerte të nxënësave më të mirë që i dalshin në përprovime, për me motivu, për me dhënë, si me thonë, mundësinë për me dalë edhe ato në skenë, për mu mësu me skenën, me publikun. Ka një punë e bukur, unë e ruj me shumë emocion në memorien teme dhe mendoj se Shkodra prodhon dhe është prodhues i talenteve gjithmonë. Elsa, me qenë se je në pozicione të ngjashme me kohën kur ke qenë në Shkodër, si mësimdhënëse, si pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme, duke dërguar dhe nxënësit në konkurse, duke u vlerësuar me çmime, si mendoni, si është rritur përvoja juaj dhe sa kënaqësi ndjeni kur nxënësit thonë dua të shkoj tek mësuesja shqiptare? Kam kënaqësi, faktikisht është një përvojë krejt ndryshe prej Shqipërisë, për Shkodrës. Si skutohet që janë vështirësinat në fillim kur vjen njëri, sepse është popullsi tjetër, janë njerëz tjerë dhe duhet mu ambientu me këtë lloj jetet, me këtë lloj strukturet të shkollave, të jetës, domethënë që është çdo ditë është vetëm me nga në atë kuptimin e fjalës, domethënë që me përfitu, me marrë çdo gjë prej një ditë të zakonshme. Dhe kam pas kënaqësinë faktikisht me punu me një fëmijë ku u bana mandej me ardhin e vajzës në jetë, unë u shkputa prej mora pushimin dhe është emocion për mua sepse ai nuk ka pranu në asnjë lloj mënyre për me shku te një mësues tjetër dhe mi dhanë piano si një mësues tjetër, por ka prit që unë të vazhdoj të rikthehem në punë për me vazhdu me mu pianon. Dhe kena rujt kontaktet dhe lidhjet në mënyrë online, sepse nuk pranote për me bë mësim me dikën tjetër. Dhe për mua është kënaqësi. Është një vlerësim. Bravo, sepse këtu ka shumë mësuesa pianot dhe është vendi, domethënë, ku muzika është e vlerësuar, sidomos muzika klasike, dhe unë jam shumë e privilegjuar dhe e vlerësuar me këtë gjë që ka bë një prej nxënësave të mi. Natyrisht albumi juaj i marrëdhënieve me nxënësit, i marrëdhënieve me artin, me skenën, me muzikën, në instrumentin e pianos, në një marrëdhënie të shumë anshme si mësimdhënëse me koleg, por edhe në diçka që është shumë themelore. Në atë marrëdhënie mëmësie që ju keni, ju jeni nën e 3 fëmijëve, 2 djemve dhe vajzës suaj të vogël, princeshës suaj më e vogla e shtëpisë. Natyrisht është një intensitet në të cilën ti patjetër gjendesh me shumë kënaqësi në përditën tënde, apo jo? Po, është e vërtet. Shikjo, unë du me falenderu bashkëshortin tim, sepse ai është promotori dhe i këtona gjanave që kam pas në jetë, qysh jam fejuje dhe jam martu me te. Ai ka kënë shtysi më i madh i jemi për me vazhdu jetën teme artistike, njëkohësisht po lën një anë edhe jetën familjare.
por pyetja e tij dhe përpjekjet e tija si në Shkodër dhe si këto, janë domethënë që mu më kanë bë për me ecë dhe për me vazhdu në Sa rrugën bukur. e artit. Si shtu dhe ti vetë, dita është shumë intensive, me 3 fëmijë, puna për vedi, vajza vogël, dhe unë e gjej, si më thanë, vedin krejt mirë me mbështetjen e burrit tim. Ai është mbështetësi jem më i madh dhe jam falenderues shumë sepse prej tij unë vazhdoj të jem në pozicionin dhe në profesionin tim. Vetëm një familje e konsoliduar, vetëm një familje mbështetëse, kur dy bashkëshortë punojnë me shumë përkushtim për familjen, për fëmijët, mund të ketë rezultate të tilla. Ju jap një përshëndetje të përzemërt edhe nga kjo anë, sepse është shumë vlerësuese, është shumë njerëzore natyrisht mbështetja. Fëmijët tuaj, Arelsi është më i madhi dhe është në drejtim muzikor. Nuk e di djali tjetër dhe ndoshta edhe vajza juaj kanë qasje me muzikën apo ende është herët për ta përcaktuar. Arisi është, siç e thuhet ti vetë, në pjesën e artit dhe të muzikës. Djali i dytë, Bjorni, është futbollist, i ka ngjall ma gjyshi. Si gjyshi, po. Po. Dhe si Lija, vajza mendoj se do vazhdojnë edhe janë rrugën e artit dhe të muzikës. Por shohim se është ala e vogël edhe kështu që e rëndësishme është që të jeni të lumtur me ecurinë e fëmijëve tuaj, pavarësisht drejtimeve. Ato të jenë ashtu siç prindrit, njerëz që vlerësojnë familjen, ecurinë, të jenë njerëz dinjitoz. Unë nuk e di se cilët do të jenë aktivitetet e ardhshme për ty si pianiste, për ty si mësimdhënëse, për ty si nën natyrisht, por edhe si pjesëmarrëse me nxënësit tuaj në konkurse të ndryshme. Ndoshta keni planifikuar diçka, ndoshta po punoni për diçka, apo jo? Në vazhdim jena që punojmë për koncerte të ndryshme, dhe gjithashtu kanë koncerte ku jam koncert maestre e violinave dhe kanë koncert violinat këtu në Strasburg. Dhe koncert tjetër është koncert në qershor që bëhet këtu në Strasburg, janë talentat e Strasburgut. Dy ndër nxënësit e mi janë përfaqësues të këtij koncertit. Është një koncert i madh që organizohet për talentat dhe artistat e vendit ku unë jetoj, Strasburgut, dhe kështu që është kënaqësi dhe përgjegjësi normalisht e madhe për me organizu dhe për me paraqit studentat e mi të ky koncert. Elsa, është shumë kënaqësi kur një artiste shkodrane, një përfaqësuese e një familje e cila në vjimësinë e saj gjithmonë ka shprehur vlera në ecurinë e saj, të jetë paqe vlerësuar edhe në një vend të largët, aty ku shumë kush mund të identifikoj me emrin shqiptare, të tjerë me emrin shkodrane. Ndërsa ne nga Shkodra të përshëndesim me emrin Elsa Bashi Lepuroshi. Duke shprehur vlerësimin për ecurinë tuaj, duke shprehur natyrisht kënaqësinë për arritjet dhe ritmin në të cilën jeta juaj ecën plot dashuri dhe pasion. Unë të falenderoj shumë për këtë prani në Mirëmëngjes Shkodër sot, duke shpërndar tek të gjithë ata që na kanë ndjekur në këto momente informacionin që rrugët e bukura shtrohen vetëm me pasion, përkushtim, dashuri, talent dhe mirënjohje.
Të falenderoj shumë, Elsa. Të uroj vetëm të mira ty dhe familjes tënde. Gjithashtu të falenderoj edhe unë shumë dhe ishte kënaqësi biseda me ju. Faleminderit dhe mirupafshim.